Me një fokus të theksuar në goditjet standarde dhe mbrojtje ndaj goditjeve nga ajri, Silvinjo ka vendosur të përfshijë një grup të veçantë lojtarësh, kryesisht mbrojtës, me të cilët ka zhvilluar seancën stërvitore të paradites, e cila ishte caktuar me dyert të mbyllura. Një nga aspektet që ka shkaktuar shqetësim të braziliani është forca e Serbisë në goditjet nga këndi dhe goditjet e lira. Ata janë të njohur për fuqinë e tyre në ajër dhe rrezikun që mund të krijojnë në këto situata, ku lojtarë të tillë si Vlahovic, Jovic, Gudel dhe Mitrovic janë të aftë të krijojnë mundësi të rrezikshme për gol. Puna me mbrojtësit kuqezi është e fokusuar në ruajtjen e disiplinës gjatë këtyre situatave dhe në parandalimin e çdo mundësie për shënim nga topat e lëvizshëm dhe goditjet standarde. Përveç mbrojtësve dhe portierit do të ketë një rol të rëndësishëm për të ndihmuar në këtë luftë në ajër. Për herë të parë, Silvinjo ka në dispozicion të gjitha forcat në mbrojtje, me kthimin e Mario Mitajt, i cili ka qenë i palëvizur në krah, ndonse Aliji ka dhënë një paraqitje të shkëlqyer në 2 ndeshjet e fundit. Trajneri brazilian duhet të bëjë zgjedhje të mençura për të përfituar sa më shumë nga kjo linjë mbrojtëse. Megjithatë, për të luajtur titular, edhe pse Aliji ka bërë punë të mirë, më i avantazhuar mbetet Mario Mitaj. Sa i përket qendrës së mbrojtjes, dy shtatlarë si Gjimshiti dhe Kumbulla kanë luajtur për herë të fundit bashkë 3 vite më parë, kur barazonim në Island 1-1 në qershor 2022. Megjithatë, këtu hyn në lojë dhe opsionet e tjera si Ismaili, i cili ka qenë gjithashtu në formë të shkëlqyer, dhe Ajeti, që ka justifikuar me të drejtë pozicionin e tij në 2 ndeshjet e fundit me Kombëtaren. Këto janë dilema të mëdha për trajnerin Silvinjo, i cili duhet të vendosë për 2 nga këta lojtarë për qendrën e mbrojtjes, duke pasur parasysh që secili prej tyre ka ofruar shumë në periudhën e fundit. Letrat i ka trazuar edhe Hysaj në krahun e djathtë, i cili është në një balotazh me Balliun. Pavarësisht paraqitjes së mirë të Julian Shehut në ndeshjen kundër Andorrës, Silvinjo ka tendencë të besojë te një treshe mes fushorësh që kanë luajtur më shumë së bashku dhe kanë ndërtuar një lidhje të fortë gjatë periudhës së fundit. Bëhet fjalë për Aslanin, Ramadanin dhe Laçin, të cilët pritet të formojnë mes fushën startuese përballë Serbisë. Trajneri beson se kjo treshe është e aftë të mbajë kontrollin e mesfushës, duke pasur parasysh përvojën e përbashkët, ndërkohë 2 lojtarët e tjerë Pajaziti dhe Berisha, edhe pse kanë treguar aftësi individuale, duket se nuk kanë ende kredite të mjaftueshme për të siguruar një vend në formacionin titular. Roja në qendër apo në krah, Manaj nga fillimi apo Daku ose Uzuni. Pjesa e sulmit mbetet një mister më vete për ndeshjen me Serbinë. Herën e fundit Armando Broja u postua në krahun e djathtë, ndërsa Majtas luajti Hoxha. Manaj ishte në maj të sulmit. Këtë herë Silvinjo duhet të gjejë tridentin e dur për të goditur Serbinë. Asani po ashtu stërvit me grupin, ndërsa Muçi dhe Hoxha kanë sinjale pozitive në seancën e djeshme stërvitore. Duke qenë 3 ditë larg nga përballja me serbët, Silvinjo ka kohë për të bërë zgjedhjet e tij.